Çfarë bën Dibrën më të veçantë? Dibrën të veçantë e bëjnë shumë gjëra e bëjnë të veçantë Dibrën. Dibra ka të paktën të them unë nja 5 gjëra që nuk i ka asnjë qytet në gjithë Shqipërinë, por Dibra e ka. Ne kemi malin e Korabit, kemi malin më të lartë Shqipëri. Ne kemi ligjat e Dibrës, që del ujtë i ngrohtë 45 gradë nga mali i nxehtë. Kemi liçenët e Lurës, kemi liçenët e Kasnis, kemi drinin e Zi, lumin më të gjatë Shqipëri 137 kilometra. Pajtim, është vlerësuar pjesa e turizmit në Dibër, duke qenë se është një mrekullim vete. Me të thënë drejtën, po ta kishim vlerësu pjesën e turizmit në Dibër, Dibra, asnjë Dibran dhe asnjë njeri nuk do kishte nevojë të kishte nga Dibra. Do ishin gjithë aty, sepse ka potencial për turizëm, është një potencial madhështor, shumë i madh për turizëm në Dibër. Më trego pak, cili është momenti më i fortë që ke përjetuar në natyrë si një njerëz që qëndron shumë jashtë? Momenti më i fortë, me të thënë drejtën, nuk ose kam pas në moment fort, nuk e di pse e kam pas do të nga Zoti, po nuk ose kam pas në moment fort ose të vështirë ose kam pas vetëm një rrezik të vogël me makinë që jam rrezu, jam botu, po jo se kam qenë me na shpejtësi të madhe, po kam qenë kështu avash